shtet që nuk qëndron neutral kur dëmtohet natyra e mjedisi. Ky është parimi me të cilin jemi përcaktuar që të udhëhiqemi si qeveri dhe të cilin dëshirojmë ta promovojmë sot në ditën botërore të tokës. Krahas këtij vjen parimi që pasuritë natyrore nuk janë të askujt veçmas, por janë të gjithëve bashkë dhe mbi të gjitha që zhvillimi nuk mund të vijë duke shkatruar bazën mbi të cilën ndërtohet jeta. Garda për mbrojtjen e natyrës është shprehje e një ndryshimi të thellë në mënyrën se si e kuptojmë shtetin. Një shtet që nuk është spektator, por veprues. Një shtet që nuk reagon vonë, por parandalon me kohë. Pra, politika, veprime e masa paraprake, duke mos pritur për reakcion ndaj dëmit i cili tashmë veçse është shkaktuar. Një shtet i cili nuk e toleron degradimin, por e ndalon dhe parandalon atë. Për shumë vite, natyra në vendin tonë është trajtuar si një hapësirë pa zot. Aty ku ka munguar shteti, ka hyrë abuzimi. Aty ku ka munguar ligji, ka dominuar interesi i ngushtë. Ne po e ndryshojmë rrënjësisht këtë logjik. Mandatin e kaluar kemi vendosur themelet për ndryshim, ndërka që në fillim të këtij mandati të ri ka një vrull të shtuar për punë të mira. Mandatin e kaluar janë ndarë mbi 10 milion euro për rregullimin e shtretërve të lumejve si dhe për pastrimin e tyre. Është investuar në ndërtimin e shtretërve të lumejve Lumbardhi i Deçanit, lumi Shtimjania dhe lumi Llap. Është bërë pastrimi i shtretërve të këtyre lumejve. Në erodime, Topluha, Velezha në Prizren, Sitnica, Gurishta, Vushtri, Zhegër, Livoq dhe Prelepnic në Gjilan, Vërbica, Qubreli e Runiku në Drenas, Skënderaj, Janjeva, Godanci, Sitnica në Lipjan, pastaj lumi në Kamenic, në Viti, Artan dhe lumi Ibër në Leposaviq. Ashtu si jemi zotuar, do të mbyllim të gjitha deponit ilegale dhe do të krijojmë një sistem të ri, modern e të sigurt për menaxhimin e mbeturinave. Do të ketë monitorime dhe inspektime të rregullta, si dhe ndëshkime të ashpra për ndotësit. Do të vijojmë me aksionin shtetëror për mbrojtjen e natyrës për të ndaluar degradimin e lumejve, pyjeve dhe zonave të mbrojtura. Para 3 javësh, në qeveri e kemi miratuar projekt ligjin për inspektoriatin fushën e mjedisit, ujrave, natyrës, ndërtimit, banimit dhe mbrojtjes nga rrezatimi i sigurisë bërthamore, si dhe veprimi konkret për mbrojtjet e ambientit ku jetojmë. Sepse një republikë serioze nuk mund të ndërtohet mbi lumenj të degraduar, mbi male të shkatërruara e ajër të ndotur. Një republikë e drejtë ndërtohet duke e mbrojtur të përbashkët. Sot në ditën botërore të tokës, Republika jonë po siguron një mburoj. Po themelojmë gardën për mbrojtjen e natyrës. Një hap që shndron vizionin ton shtetëror në një roje të gjallë të pasurive tona kombëtare, sepse për ne mbrojtja e natyrës është prioritet shtetëror i panegociueshëm. Në udhëheqjen e qeverisë së kryeministrit Kurti, ne po ndërtojmë një qasje të re ndaj mjedisit, një qasje që nuk e sheh natyrën si burim për të shfrytzuar nga disa, por si pasuri e përbashkët që duhet menaxhuar me kujdes, përgjegjësi dhe vizion afatgjatë. Garda për mbrojtjen e natyrës është një instrument konkret i kësaj politike. Ajo përfaqëson një model të ri të bashkëpunimit ndërmjet shtetit dhe shoqërisë. Garda do të na ndihmojë në monitorim, parandalim të krimeve mjedisore dhe për edukim qytetar. Para se të vija këtu, kam nënshkruar vendimin për themelimin e kësaj garde. Dhe me njëherë pas fjalimeve tona, bashkë me ministrin zotin Xhelal Sveçla, këtu në prezencën tuaj do të nënshkruajmë memorandumin e bashkëpunimit, pra marrëveshje e cila nuk do të jetë thjesht një akt burokratik,
por një akt fuqie, një aleancë e fortë e institucioneve me qytetarët. Garda për mbrojtjen e natyrës dëshmon qartë se tashmë mbrojtja e natyrës nuk është opsion, por prioritet shtetëror. Nuk është përgjegjësi e disa individëve, por detyrim i të gjithëve, dhe si e tillë ajo kërkon bashkëpunim dhe përkushtim të vazhdueshëm nga të gjithë. Të nderuar gardian, nga sot kartela që do të mbani në dorë është një obligim për raportim, por edhe një autoritet. Policia do t'ju njeh si sytë dhe veshët e saj në terren, shkelje që do të raportoni përmes linjës 192 dhe aplikacionit Lajmëro Policin apo përmes inspektoratit ton mjedisor nuk do trajtohen thjesht si një ankesë, por do të jetë një thirrje për veprim që do trajtohet me prioritet. Deri dje, ndotësit llogarisnin tek mungesa e kontrollit. Sot, kjo lojë mbaron. Ata duhet të dimë se tashmë në terren nuk kemi vetëm inspektorët dhe policin. Nga sot janë edhe rreth 100 gardian të parë, pra ata që do të jenë në terren. Shpejt do të bëhemi 1000, e ndoshta edhe shumë shpejt të synojmë të rritemi për te i numrit 1000, ndoshta pse jo në 10.000. Ne po krijojmë sy që nuk do të mbyllen kurrë. Ky do të jetë rrjeti më i madh e më aktiv i vëzhgimit dhe i raportimit vullnetar që ka pasur ndonjëherë Kosova. Mesazhi për shkelësit është i prerë. Gardiani është kudo dhe kushdo. Mund të jetë personi që po ecën pranë tyre, alpinisti në majë të malit, peshkatari në lum, fotografi në natyrë apo edhe fqinji juaj. Ata duken si qytetarë të thjeshtë, por janë sytë dhe veshët e shtetit me një mision fisnik, mbrojtjen e natyrës. Pra kudo e kushdo mund të jetë duke vëzhguar. Dhe kur flasim për të ardhmen, syti kam tek gardianët, junior, pra të dashur fëmijë. Në filma ju keni parë shumë superherojnë që luftojnë ndotësit dhe mbrojnë natyrën. Ata veshin pelerina, mbajnë unaza dhe kanë shkopin magjik, por ju nuk keni nevojë për gjëra të tilla, sepse ju jeni superheronjët e vërtet, sepse ju jeni ata që keni një superfuqi të veçantë, dhe ajo është dashuria që keni për natyrën dhe guximin për ta mbrojtur atë. Pra ju jeni superheronjët tanë në lagje, shkolla e parqet tuaja. Ju do t'jeni ata që do t'i tregoni shokëve, shoqeve, se natyra duhet të mbrojtur. Ju do t'jeni ata që ndoshta do të qortoni edhe prindërit tuaj nëse ata hedhin mbeturina dhe ndotin natyrën. Ju do t'jeni ata që do t'i edukoni të afërmit tuaj që harrojnë se ndotja e natyrës dëmton shëndetin tuaj, prandaj e kanë edhe për obligim të jenë të kujdesshëm e ta ruajnë shëndetin tuaj duke mbrojtur natyrën. Nga sot, kushdo që prek natyrën duhet ta di se po përmballet me një organizim qytetar, të organizuar në mënyrë vullnetare dhe me shtetin që qëndron prapa. Unë ju falenderoj të gjithë juve që po merrni këtë përgjegjësi për mbi vete. Ju falenderoj për përkushtimin, guximin dhe për punën që tashmë bëni në mbrojtjen e mjedisit. Nga sot, ju jeni aleatët tanë të drejt për drejt, pra aleatët e drejt për drejt të Ministrisë së Mjedisit në terren. Bashkëpunimi ynë do të jetë i ngushtë dhe i vazhdueshëm, me qëllim që çdo shkelje të parandalohet dhe çdo pasuri natyrore të mbrohet me vendosshmëri. Themelimi i Gardës për mbrojtjen e natyrës është vetëm fillimi. Suksesi i saj do të matet me ndikimin konkret në ruajtjen e lumenjve, mbrojtjen e parqeve, ruajtjen e biodiversitetit të vendit tonë, si dhe rritjen e ndërgjegjësimit shoqëror. Kjo gardë është e hapur për çdo qytetar që nuk pranon ta shoh natyrën e shkatruar e lumenj të mbushur me mbeturina. Prandaj, sot secili mund të bëhet pjesë e saj. Ne jemi të vendosur që këtë iniciativë ta mbështesim fuqishëm, ta zhvillojmë më tej dhe ta bëjmë një shembull të mirë të politikbërjes moderne dhe të përgjithshme në mbrojtjen e natyrës. Le ta shndrojmë këtë ditë në një pikë these, një moment ku fjalët shndrohen në veprime dhe angazhimi në rezultatet konkrete për të mirën e vendit tonë. Ju faleminderit. Patjetër se jam i lumtur që jemi sot këtu, që së bashku shënojmë ditën e tokës si reafirmim të përpjekjeve tona
të vazhdueshme për mbrojtjen e saj dhe të burimeve tona. Garda për mbrojtjen e natyrës që konkretizohet sot përmes vendimit të ministres dhe pastaj edhe marrëveshjes ndërmjet Ministrisë Punëve të Brendshme dhe Ministrisë Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, është një nga mekanizmat që rrit kapacitetin për parandalim dhe reagim ndaj çdo shkele që dëmton mjedisin. Si Ministri e Punëve të Brendshme, do të jemi në mbështetje të plotë të gjithë akterëve, të gjithë juve, me qëllimin e qartë që asnjë shkelje të mos mbetet pa u trajtuar dhe asnjë abuzim në raport me mjedisin dhe atë që na rrethon mos mbetet pa përgjegjësi. Por për te reagimit, fokusi ynë është edhe parandalimi. Përmes bashkëpunimit me ju, me Gardën dhe me institucionet përkatëse, do të rrisim vigjilencën në terren dhe do të ndërtojmë një sistem ku dëmtimi i mjedisit bëhet gjithnjë më i vështirë, gjithnjë më i kushtueshëm për keqbërësit, ndërsa mbrojtja e tij gjithnjë më efektive. Të nderuar pranishëm, bashkëpunimi ndërinstitucional dhe angazhimi qytetar janë komponent kyçe të çdo nisme që ka për qëllim vendosjen e rendit dhe ligjit, si dhe mbrojtjen e jetës dhe pronës së qytetarëve tanë. Në këtë ditë të tokës, reflektojmë mbi faktin se mjedisi që na rrethon është pasuri e përbashkët dhe trashëgimi që duhet ta ruajmë me shumë kujdes dhe edhe më të mbrojtur, edhe më të mirë t'ia përcjellim gjeneratës tjetër. Përkushtimi ynë sot është garanci që brezat e ardhshëm pra t'jetojnë në një ambient më të pastër, më të shëndetshëm, më të mirë për të gjithë. Ju faleminderit. Le të vi Mal Dogani, si që tha ministra, të veshlit janë gardianët më të mirë. Mal Dogani është këto sot? Hajde Mal. E ftoj Blerim Ukën për të pranuar kartelin e tij. Blerim. Një gardian tjetër i mbrojtjes së natyrës, Leonis Shabani. E ftoj Evelina Lekën. Një gardian tjetër, Krion i Bërdemaj. Eja, Krion.